Të dashur bashkëqytetar, bashkëdhetar mirë mbrëma. Sa plotëzimi këtu. Jam Vera Dreta, jam e qarku të Lezhës, jam sekretaria e Degës Belgjikës, kam ardhur me ekipin tjetër. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu sot me ne. Që kohët të nuhet. Le të ndërrojmë një komentar. Le t'jalëm fjalës sekretarit të Degës së Lëvizjes Shqipëria bëhet për Mbretërinë e Bashkuar dhe në kandidatin e qarkut të Shkodrës, Vledar Medi. Shqiptarët që të krahinëve, me ato që keni ardhur, mirë se keni ardhur. Është kënaqësi të shikosh entuziazmin, shpresën dhe besimin tek secili nga ju që Shqipëria bëhet. Ashtu si unë besoj që Shqipëria duhet dhe mund të bëhet. Forca jonë politike është një forcë që mban një mesazh krejt veçantë nga forcat tjera politike në këtë garë elektorale. Sepse mesazhin që përçojmë tek diaspora shqiptare dhe të gjithë elektorati mbar shqiptar është për të çarë sistemin, është për të sjellë meritokraci, për të sjellë garë, për të sjellë barazi. Është për të sjellë rinstalim të sistemit demokratik dhe për të dhënë fund tranzicionit 34 vjeçar që në kam bardhur elita politike e këtyre 34 vjetëve. Kemi qira që të reinstalojmë mekanizmin e referendumeve, që kur të parë të shtetit, që kur kryeministri ti që kemi aktualisht apo kush do tjetër, të lozë mendja që të falë ishullin, të ndërtoj kampe të gjatë Shqipërinë, apo të krijoj shtet brenda shtetit, të paktën shoqërinë shqiptare të jetë gjendje që të aktivizojë mekanizmat e referendumit dhe të bëjë kujdes tek se ka handek, t'ja ndalin turnin, t'ja frenojnë marrëdhënien për akte të tilla antikontrare. Janë disa pika të programit që unë duhet të thënë t'i prek dhe të thënë t'i njëherë t'ja të bëjojnë. Unë jam
tregtare më e madhja në Ballkan deri në dekadën e tretë të shekullit 20, që demonstron që shkodrat dhe gjithë shqiptarët kanë me adrenalin e tyre të bëjnë biznes, të luksojnë dhe prosperojnë për vetë dhe familjen e tyre. Diaspora është pikërisht një pjesë e shoqërisë që na ka dhënë leksionin më të mirë se sa zot janë shqiptarë. Ne për shembull diaspora në Britani është një komunitet që ka emigruar në 20-25 vite të fundit. Dhe jo vetëm që nga kapër riknin, por një pjesë e mirë konkurrojnë dhe jo kanë tejkaluar edhe banorëve lokalë shoqërisë që kanë gjetur këto. Dhe kjo lidh një pyetje rëndësishme, po si ka mundësi që këto shqiptarë kaq sot pas kanë ecur përpara, sepse vetëm që ne reprezentojmë domethënë për jetojmë në 4.000 shqiptarë dhe sfidoj çdo individ që ta shikoj këtë aspekt që po them. Vetëm 5% e shqiptarëve të kësaj zone të Britanisë punojnë për vete. 95% e 4.000 shqiptarëve janë bashkë të investuar në bizneset e tyre, kanë prosperuar për vete, për familjen, për komunitetin lokal dhe për shtetin për cilin paguajnë taksa. Dhe një pyetje, si ka mundësi që këto njerëz janë kaq afër vinë për dhe nuk kanë shanse në Shqipëri? E pra, është fiks ajo çfarë e marr tek zhvillimi kombëtar në Shqipëri. Pra në programin tonë ne kemi prezantuar taksimin e njerëzve që është taksimi 10% për individët dhe për bizneset, që jep mundësi individëve që të ecin përpara, që të prosperojnë. Po mbi zgjedhja që është më e rëndësishme është shpërndimi dhe heqja e tagrit, një herë dhe përgjithmonë të zgjovencave dhe pushtet. Në këtë sallë kam miq të cilët kanë investuar me nostalgji dhe me zemër, janë kthyer në Shqipëri, kanë investuar nga 1,5 milioni pound deri në 2-3 milion pound dhe në 6 muaj janë kthyer të zhgënjur, sepse zgjovencit me pushtet, të cilët janë vegla të 95% të pushtetit i kanë zhënzuar përpara se ju dhanë shans me jetë përpara si shimba të kryet gjatë me gjoba të ndryshme ditë për ditë. Prandaj ajo çfarë ne e kemi në programin tonë, që është një program qeverisë, dhe jo thjesht një program që të shmontojmë dhe të largojmë një herë dhe përgjithmonë këto njerëz të pushtetit dhe tagër pushtetit që gjunjësojnë biznesin në Shqipëri dhe që i bajnë shqiptar për e partisë. Duhet të në diçka tjetër, duhet të prejtë diçka tjetër. Këtu ndorën kam një libër të rektorit të Universitetit Michael Daxter. Michael Daxter, përveç se ka qenë rektor i Universitetit të Edinburghut kur ka bërë një studime në skemin Erasmus, ai gjithashtu ka qenë dhe i emëruar nga Kombet e Bashkuara për të reformuar sistemin arsimor të Kosovës në Kosovës pas luftës në 1990 e deri në 2004. Dhe kur kthehej në Gjermani filloi sërish në profesionin e tij rektor dhe publikon këtë libër. Dhe në dy universitetet ne ishin shpalosur që ndonjë posta, flitej për Kosovën, flitej për Shqipërinë, për forcën isha në këtë promovim të librit të tij. Dhe Michael Daxter flet me shumë pesimizëm, dhe titullin si ka bërë librit është Një lajm nga planeti Kosova, planeti pa alternativë. Pa me shumë pesimizëm, masi e mund të lejnë ishte po e kishte rrallë në audiencia. Dhe i thënë profesorin e rrugë, si ka mundësi një kas pesimizëm për Kosovën e pasurinë. Sepse ne kemi një analizi unike e historisë tonë, ju të ndarë dhe ju bashkuar. Ne të ndarë, po për ne bashkimi që nga mollë ndaluar. Më thotë pyetja është shumë e dhënë, shumë specifike dhe përgjithshme me këtë. Asgjë nuk e lan vullnetin e dy popujve dhe dëshirat e elitave për të bashkuar. Kemi pas edhe njerëz me pushtet, njerëz të jashtëzakonshëm në reputacion, siç ishte zonja e Ebert Margaret Thatcher, që s'ka lënë dyrë të kancelarive diplomatike pa përfitim për të ndalë bashkimin gjermanik. Por askush nuk e ndan dot vullnetin e dy popujve, dëshirën e dy letave. Ajo çka ka marrë nga Kosova, ajo që ka marrë nga Kosova, që shqiptarët e duan bashkimin kombëtar. Por elita as nuk e duan, as nuk e kanë në agjendën e tyre. Nai, si fillim i fushatës tonë, Turësia e koalicionit nisë pa Shqipëri e Bajë, Parësoro, Endre Shabani, Adriatik Lapi,
e kanë beku rrugtimin e fushatës tyre nga Prishtina në një takim me Albin Kurdin që për masën më gjatë të shqiptarëve mbrenda kufijve jashtë shtrojeve në Kosovë dhe në diasporë konsiderohet si shqiptari më i mirë i kohëve moderne. Ne shpresojmë që me këtë takim, me këtë bekim nga Prishtina të korrim dhe sukses në zgjedhjet tona elektorale të 2025. Dhe për ta mbyllur, ne jemi vetëm 35 ditë larg tani nga dita e zgjedhjeve. Ju lutem, familjarët tuaj që ju i përkrahni me reprezentancat tuaja, njerëzit, prind, afër, gjithë çfarë keni, njerëzit që keni këtu që janë regjistruar këtu, ju lutem, flisni për forcën tonë, flisni për seriozitetin e kësaj force. Njerëzit që kanë lënë komoditetin për me dalë zot Shqipërisë, për me e çast sistemin, se kjo forcë politike nuk është më për tortën e pushtetit, për 2-3 mandate apo për 5-6 drejtori. Kjo forcë është për ta çast sistemin, dhe në sistemi çahet do habiti ju dhe gjithë ne se sa llumë do zjarrin elita e 34 viteve që e marrë Shqipërinë. Ju falenderoj shumë që keni ardhur, ju vlerësoj pa mas, dhe tani do ftoj kolegën time Amorina Kasnici, e cila është unike në adoptimin e saj, është lindur dhe rritur në Britani, por dashuria e saj për Shqipërinë është e paqëndrueshme. Menaxhon një kompani rekrutimi për inxhinier ndërtimin Ana Margovi. Amorina Kasnici për ju. Shqipëria një vend me një histori të pasur dhe një kulturë të veçantë, ka bërë hapë shumë të para të vitet e fundit, megjithatë, realiteti është se ne ka shumë për të bërë dhe nevojitja për një ndryshim të politikës ka qenë kurrë domosdoshme. Sistemi politik në Shqipëri, edhe pse demokratik me letër, vazhdon të vuajë nga korrupsioni, mungesa e përgjegjësisë dhe një ndarje në përgjegjësinë e popullit. Si dikush që jeton jashtë Shqipërisë, e shoh drejt për drejt kontrasti me shpresave dhe ëndrave të shqiptarëve të jashtë dhe luftës që përballojnë ata që jetojnë atje. Populli ynë meriton më shumë se një sistem ku elitat politike shpesh duken më të interesuar për fuqi personale sesa për mirëqenien e qytetarëve. Ne kemi nevojë për një qeveri që vë interesin e popullit mbi lojërat politike. Kemi nevojë për reforma që nxisin transparencën, të luftojnë korrupsionin dhe të ndërtojnë një ekonomi të drejtë që ofron mundësi për të gjithë shqiptarë, qoftë ata atje apo jashtë. Të rinj shqiptarë që janë në ardhmja e Shqipërisë nuk duhet të detyrohen të largohen për të gjetur mundësi të mira. Ata duhet të kenë mundësinë të ndërtojnë të ardhmen dhe të arrijnë potencialin e tyre të plotë në vendin që duan. Besoj që nuk është koha thjesht për leadership. Është koha për një epokë të re të politikës shqiptare, për një periudhë ku zërat e zakonshme të qytetarëve të zakonshme dhe të diasporës të dëgjohen të vlerësohen. Ne jemi gati të kontribuojmë të investojmë me të mbështesim zhvillimin e vendit tonë, por në nevojitët një sistem politik që ishte angazhuar edhe për një ndryshim të vërtet edhe të qëndrueshëm. Shqipëria ka shumë potenciale dhe shkohet që ta shirojmë atë me udhëheqjen dhe vizionin që meriton. Besoj që forca ime politike është një mundësi për të krijuar një sistem të drejtë dhe transparent, ku çdo shqiptar, kudo që ndodhet, ka mundësi të kontribuojë për një Shqipëri më të fortë dhe më të zhvilluar. Mirë, është sigur që më të zjate sa dy paranencit e mi. Shumë faleminderit që keni ardhur sot. Unë jam Mariani, jetoj dhe në keni prej disa vitesh.
Inxhinier Lëpini dhe si shumë prej jush jam shqiptar në larg. Si shumë prej jush, një ditë i thash vetes, nuk duhet presim më, duhet bërë diçka. Kam kaluar shumë vite duke parë nga larg se çfarë ndodh në Shqipëri, me dhimbje, me zemërim, dhe me thjesht shpresë që fiken më shpejt se sa ndizën. Në fakt, më ka bëjmë atë sot, sipas meje është mos angazhimi. Një gazetar amerikan i shqiptit kaluar ka thënë një shprehje shumë të mençur. Zyrtarët e ri, zyrtarët e këqij zgjidhen prej qytetarëve të mirë që nuk marrin pjesë në votimin. Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu sot. Kur kërkova të angazhohem, kërkova një vend me njerëz të ndeshëm dhe sinqeritet. Dhe e kam gjetur tek kjo forcë politike. Një lëvizje që nuk kërkon të ndrojë disa emra me disa të tjerë, po kërkon të ndrojë rregullat e ndodhjes dhe mënyrën se si është konceptohet politikbërja në Shqipëri. Sot ndjej që nuk jam vetëm, kjo sallë është plot. Ne që kemi ikur, por nuk kemi filluar, kemi një shans shumë të mirë për të bërë diçka më të madhe se vetë. Shqipëria bëhet dhe bëhet me ne. Teatrin, aktivistën e Legëston, bashkëpunëtorët e Shqipërisë së Bashkimia dhe agentët imobiliare në qytetin e Prishtinës. Faleminderit. Nuk do të thirrova të hipin e një apo të fsheshen një bagazh makine për të ikur nga Shqipëria. Por e kam parë nga afër, dhe sakrificat e tyre që e kam bërë. Dhe kjo nuk është historia ime, është historia e njerëzve shqiptare, me shumë rëndësi shumë prej juve. Prindër që largohen duke lënë pas fëmijë, dhe fëmijë që largohen duke lënë pas prindrit, duke kërkuar një të ardhmë më të mirë. Janë edhe shumë të rinj të talentuar që nuk shohin as edhe një shpresë për të ardhmen. Një popull i tërë që detyrohet të zgjidhë ndërmjet emigrimit ose varfërisë. A mund të vazhdojmë ne kështu? Shqipëria ka pasurinë të mëdha, por këto nuk përkasin njerëzve. Politikanët pasurohen, ndërsa populli mbijeton. Na kanë thënë që Shqipëria po bëhet më e fortë ndërkombëtarisht. Por çfarë vlen pra kjo? Kur shqiptarët përkafrohen çdo ditë. Kjo është arsye pse jemi këtu sot. Sepse Shqipëria nuk bëhet me fjalë boshe, por me veprime. Shqipëria nuk bëhet me përndime boshe, por me një popull që zgjedh të ndryshojë. Dhe e di që ndryshimi nuk ndodh brava natës. Por e di që po
se atë fakti si një video. Dhe të një shtu ka do të ne në gjithë një të ne. Edhe kam pashtë shumë pyetje dhe ankesa nga pacientës e miqtë të mira, pse ti doktor po futesh në politikë, ç'do duhet politika, ti në rregullin e interesit. Unë i përgjigja kësaj duhet të shkruaj të tash. Dakor, unë po hyn në politikë sepse dua që në Shqipëri të heq atë idenë e të politikanit që është më të bazë në shtetërorë. Dua që kur të flas me ju, të i flas me një zemër të hapur. Dua që kur të vizitoj ju me ta kem zemrën e madhe dhe të vizitoj njësoj se kur të vizitoj prindrit e mi. Dua që në qoftë se nesër nesër të jepëm shansi që të drejtoj këtë vend, ta drejtoj këtë vend me zemër, me shpirt dhe me ndershmëri. Të dy të para, nuk jap garancinë kam në provë. Për të drejtën ju lutem na jepni mundësinë votoni Shqipëria bëhet që të kemi të drejtën politike. Unë natyrisht jam përfaqësoj Shqipëria vetë në qarkun e Florës, por e di që shumica e votave që do marrë dhe ju jeni nga gjithë Shqipëria. Unë nuk jam vetëm nga Flora, por jam edhe nga Fuksi, dhe nga Puka, dhe nga Dibra, dhe nga Samini, dhe nga Kopsh, nga gjithë. Nuk do të zgjatem shumë sepse do të jap fjalën pasazit që do të kemi doktor Emri Shabani, i cili me një nuk jam doktor që nuk duhet të shikohet, jam doktor i shkenca politike, kështu që këtu e kam mundin. Në fakt doja dy pyetje. Në pyetja e parë është, a e mbani mend ditën kur iket nga Shqipëria edhe erdha në emigrim? Unë e mbaj mend kur erdha në Anglisë si student. Edhe era një angli që britanik që ishte antar e Bashkimit Evropian, ishte kryeministër David Cameron, ishte në opozit Milibandi, ishte për brezin e ri, akoma iPhone 5 edhe kishte internet 3G. E lash Shqipërinë mbrapa me Sali Berishën kryeministër dhe Edi Rama në opozit që thoshte më votoni se do sjell uji 24 orë. Ktheva mbas 10 vjetësh. Ktheva mbas 10 vjetësh dhe thash një kalendar se kujtoha se ishte vdes koha. Ndërkohë që këtu ishin ndruar 6 kryeministra, 6 kryetarë opozite, në Shqipëri ishte prapë Rama Berisha që nuk vënë. Rama kryeministër, Berisha në opozitë thoshte më votoni mua se do sjell uji 24 orë. Dhe ofroi ujë, premtoi ujë në Miveçarin e tretë, 2 vite pas akvaduktet e Romakëve. Në Miveçarin e tretë, kur popujt e Perëndimit kanë gjetur ujë në Mars, edhe po ngre ekonominë në hënë. Premtoi ujë në mes të Evropës, në vendin që ka rezervën e dytë më të madhe ujore në Evropë. Kaq mjafton për të kuptuar se si e kanë qeverisë këtë vend 34 vite dhe sa shumë e kanë vjedhur Shqipërinë 34 vite. Pyetja e dytë që kam është për pse sistemi në Shqipëri. Fola me shumë dhe. Po një rast përfaqëson gjithë tjerë. Alexi në Shqipëri më tha, dua të kthehem vdes në Shqipëri. Unë jam i bindur që pjesa më e madhe e juve që jeni sot në sallë do ktheheshin në Shqipëri nesër, nëse Shqipëria do të ishte një vend që të garanton pronë, një vend që të ketë mundësi të kesh progres në punë, dhe një vend ku të kesh mundësi të shohësh në shkollë dhe të edukosh fëmijët e tu.
Çfarë i mungon Shqipërisë ta kemi këtu? Çfarë na mungon? Nuk na mungon asgjë. Unë nuk po them thjesht si Belania, po ishte si Slovenia, si Kroacia, si vendet e Baltike, të cilat sot janë anëtare të Bashkimit Evropian, sot janë anëtare të organizatës së vendeve të zhvilluara. Nuk na mungon asgjë. Asgjë. E vetmi arsye pse ne jemi sot këtu, larg shtëpisë tonë, është sepse ka një rrjet merimande që e ka marrë shpirtin e tonë. Është që merimande dy kokë, një blu, një madhi, që ka 34 vite që i shtrinë ato fijet dhe fijet e korupcionit, fijet e krimit organizuar, fijet e nepotizmit dhe e ka marrë perspektivën tonë. Si ka mundësi që pas 34 vitesh në krye të Akademisë së Shkencave është akoma ministri i Partisë Komuniste Skënderij Gjimushi. Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Rrjeti i Merimandës. Si ka mundësi që nga do që tjetër shqytë, në sport, në media, në biznes, në universitet, në spitale, ka do që tjetër shqytë, janë të njëtë njërë si kanë qitë drejtim 190. Përgjigja është rrjeti i Merimandës. Si ka mundësi? Do të fola me qindra të që të tërguan si ka ndarë, si ka ndarë, por e këtë parë në televizor, të rita, ja dalin në artë, ja dalin në sport, ja dalin në biznes, ja dalin në akademi, ja dalin në shkencë, nuk të kujnë të do që shkojnë. Ama për e ka gëtë po firë. Kurse në Shqipëri nuk promovohet. Pse? Është një politike, është një rrjet merimande që nuk i lëtë ecë në vëndë vetë. Dhe nuk është një aforë. Ky rrjet interesash, ky rrjet merimande është ai që përlan letën që më çoni prindërve në shtëpi apo familjeve në Shqipëri. Ky rrjet merimande është ai që nuk i lëtëzoi planë që janë të shënuar. Ky rrjet merimande është ai që i pengon drejtësin në vendin e vet apo ta ndrojë perspektivën e tyre në Shqipëri, sepse kudo që shkruhet të kushtet. Kush le ty të bëhesh dekan në universitet, kush le ty të duash shkolltare, kush le ty të bëhesh drejtor në spitali, kush le ty të drejtosh në mision televiziv, kush le ty të bësh biznes, dhe kush le ty të futesh në parlament. Shqipëria i në thonë ne, si ka identifikon ju, kush ju bje ju? Por nuk do një pyesë, sepse ka ardhur koha që ne ta bëjmë Shqipërinë bashkë. Dhe pa dyshim, ky është mision, kjo është arsye pse kemi krijuar këtë koalicion të të rinjve, sepse misioni jonë është të presim fije e sa Merimandë. Është pa dyshim qëllimi jonë. Nuk kemi pushtet, por kemi guxim. Dhe në guximin që ne kemi, ja kemi dalë të presim disa dyër që kanë vjedhë lekë e ilaçe në Shqipëri, që kanë vjedhë lekë e shkolla në Shqipëri, dhe që kanë vjedhë paratë e taksapafusë në Shqipëri. Me guximin që ne kemi, duke qenë jashtë parlamentit, me guximin që ne kemi, duke qenë jashtë parlamentit, me denoncimin që kemi bërë sfat, ja kemi dalë që të qënë grupë 2 ministra, deputet, biznesmen, që nuk e pasur me punë, janë pasur me taksat e vjesën e shqiptarë. Imagjinoni kur t'yve të brënda, kur të kemi komisione e timuare, se si do t'a shparhallojnë të rrjetë Merimandë. Përndaj nuk e gjithë, ju që jeni sot të sa, pa dyshim, familjeve që keni në Shqipëri, miqë që keni, kërkojnë vetëm për nismën Shqipëria për numrin 6, sepse është e vetmja mundësi që ne t'i japim perspektivë të rinjve. Është pa dyshim, misioni ju që ta shpëtojmë Shqipërinë atë rrjetë Merimandë, por nuk është vetëm misioni ju. Është misioni i çdo prindi që do të rrisë fëmijët e vet në Shqipëri. Është misioni i çdo të riu që është detyruar sot i lë prindit vetëm të i larg. Është misioni i çdo njeriu që do të kthehet dhe të vdesë në Shqipëri, në vendin ku ka jetë. Nuk e bëjmë vetëm, kemi nevojë për gjithë, sepse pa larguar të vjetrit e politikës, nuk i kthejnë do në shtëpi të rinj të Shqipërisë. Faleminderit. Unë dua të prezantoj një mik, i cili është një personazh i njohur publik, është gazetar, është jurnalist, por me të gjitha
është një njeri që në aktivizmin e vetë i bërë më shumë dëm për shtetit se sa i një më shpjetë të vetë. A janë ekonomik. Faleminderit dhe përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj që jeni sot këtu. Dhe tek poria aty po kujtohet gjë edhe fjalët e Emrit që para një viti e 5 muajsh kemi qenë përsëri në Londër në një takim shumë të bukur, me një pjesëmarrje po kaq të madhe sa është sot, me një entuziazëm shumë të madh, por atëherë ishte një situatë tjetër. Mendonin, dëshironin, shpresonin, uronin që ndoshta diaspora një ditë do ta fitojë të drejtën e votës. Ishin futur ekipi i Shqipëria Bëhet me një zjarr dhe me takime në qytetet e Evropës nga një vend të tjetrin, por edhe Makan Oqeanit në Amerikë e në Kanada për të arritur dhe për të bërë të mundur një të drejtë kushtetuese, një të drejtë universale që shqiptarët u mungohte dhe kishin mbetur i vetmi popull, i vetmi shtet në Evropë që nuk e kishte këtë të drejtë. E kishin Kosova, e kishte Maqedonia e Veriut, e kishte Malizi, Serbia, Bosnia e Hercegovina, por marrë këto vendet që është e përdushënditur që ato e kishin, vetëm Shqipëria nuk e kishte. Nuk e kishte se kishte problem për të hartuar ligjin, se ligji ishte i gatshëm ja ta kopjojë dhe ishte bërë nga të vendet e Evropës. Por nuk e bënin atë ligj dhe nuk e donin dy partitë e mëdha, Partia Socialiste dhe Partia Demokrate, sepse nuk donin që ju emigrantët të votoni, nuk kishin dëshirë që ju të ndikoni në zgjedhjet qeveritare, në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Dhe po mos i ishte për gjykatën kushtetuese, edhe gjykatën kushtetuese që i detyroi dhe i quajti si të drejtë kushtetuese, të drejtë e votës diasporës, as atë nuk e morën parasysh. Por nisma Shqipëria Bëhet lodhi 21.000 firma, sepse aq duheshin në parlament për të aprovuar si ligj, dhe për të mbledhur 21.000 firma, që ishte një detyrë shumë e vështirë, djemt dhe vajzat, edhe unë dhe Adriatiku dhe shumë të tjerë kemi asistuar në çdo qytet të Shqipërisë, në rrugë të Tiranës, të Vlorës, të Shkodrës, të Lushjes, të Sarandës, e kudo për të mbledhur 21.000 firma. Dhe ato firma u arritën në rodhën, u quan në komisionin zgjedhor, u çrpikuan, vajtën në parlament dhe i kishin me detyrim që ta bënin këtë ligj. Gaj dua të uroj, ta gëzoni këtë drejtë vote, ta ushtroni sa më mirë jo vetëm në zgjedhjet e parë, por në të gjitha zgjedhjet që do vinë edhe më tutje, sepse besoj që ju do ndikoni në mënyrë të jashtëzakonshme në këtë zgjedhje, për shkak që të gjithë e dinë shumë mirë. Nuk e keni atë presion që mund të ha në Shqipëri, nuk e keni atë frikë. Ju nuk ju blej dot edhe me ato shifra qesharake apo me dhurata apo me premtime. E keni vënë re tani dhe ju jeni dëshmitar sepse shumë prej jush, po nga shumë vende tjera më kanë shkruar që në Shqipëri po ndodh një nga turpet më të mëdha politike në këto 34 vjet. Nuk ka ndodhur as në vitet 90, as në momente të tjera që po e detyron administratën shtetërore që të kërkoj 5 eura, 7 eura, 10 eura në përbot në Evropë të kushurive të tyre, të miqve, familjarëve, në mënyrë që të bëjnë lista dhe të marrin të dhëna dhe të kërkojnë të votojnë. Duke i bërë presion se do ju heqim nga puna dhe kjo i ka vënë gjithmonë është përdorur administrata politikisht, po për një ligje është përdorur për arsye të tjera, është përdorur për fushat elektorale, por asnjëherë nuk është të vjetë dhe të dhimbse në ata njerëz të njerëz, se ka ministre në administratë dhe njerëz të drejtë, të ndershëm dhe profesionistë, të dhimbse që janë përpara këtij presioni që është i gënjeshtrë e madhe dhe mos i besoni dhe jam i bindur që ju nuk i do ju detyrojnë as këto presione të tilla dhe këto kërcënime që i bën administratës se ku do votoni. Mendoj që shumë një nga keqet që ka shoqëria shqiptare dhe reflektohet në politikën shqiptare është indiferentizmi i madh që ka zënë, nga mungesa e shpresës që ne kemi pasur. Nga ajo që besojmë që dy partitë e mëdha e kanë kthyer në një monopol të tyre dhe e kanë kthyer, që janë të lidhura me mafien dhe me krijin dhe janë të lidhura dhe dim shumë mirë që nga Shkodra deri në Vlorë e më tutje,
kanë parat dhe lidhje me oligarkët më të mëdhenj, dhe kjo është e vërtetë, me këto parat mund të blejnë dhe ofrojnë shumë gjëra. Por të gjitha këto nuk janë asgjë dhe nuk vlejnë nëse shqiptarët do votojnë masivisht kundër tyre. Ndaj kjo gjë duhet ta bëni masivisht edhe ju që jeni këtu, jeni mbështetësit tanë. Dhe kjo është një gjë që jep kurajo listës Shqipëria Bëhet. Ju jep kurajo gjithë dhe ne kemi nevojë për këtë kurajo tuaj. Kemi nevojë për ju nga Londra dhe për gjithë shqiptarët e tjerë që janë në diasporë, përveç atyre që janë në Shqipëri. Nuk besoj që në 34 vjet të ketë pasur një moment kaq të veçantë politik në Shqipëri ku të përputhen dy gjëra në mënyrë perfekte. Lodhja, mungesa e shpresës, indiferentizmi nga politika, urrëtia dhe mosbesimi tek partitë e mëdha që janë te Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, të jetë kaq masive sa është sot dhe kjo njëkohësisht të përputhet me lidhjen e një lëvizje të re. Nuk ka pasur në 34 vjet një lëvizje të re të dalë jo si jashtëqitje e partive të mëdha, socialista apo demokrat, dhe pastaj s'ka rënë dakord për pazarin e tyre dhe s'ka rënë dakord për karrierën e tyre dhe kanë dalë dhe kanë krijuar iluzione se do krijonin dhe do bënin me një parti të re, do bënin siç po bëjnë sot e kësaj dite shumë nga elementët që shkëputen si nga njëra parti e madhe dhe nga partia tjetër. Nuk ka pasur sot një lëvizje në Shqipëri si sot një lëvizje si nisma Shqipëria Bëhet, ku të shprehet energjia e re, ku të jetë të rinj profesionistë. Shumë ju nuk i jini, por ju garantoj që janë njerëz dhe të përsjedhur në mënyrë shumë selektive. Më bëri përshtypje disa nga lista si e Tiranës dhe e Florës është me të vërtetë e jashtëzakonshme. Dhe në nisma Shqipëria Bëhet ka bërë një mrekulli, atë që është premtuar kudo që afro 40% të kandidatëve që do garojnë në të gjithë vendin janë nga diaspora. Ndaj doja të uroja gjithë atyre kandidatëve që vinë nga Anglia, që vinë dhe nga vendet e tjera, një garë të ndershme dhe suksese dhe nisma Shqipëria Bëhet dhe ju kërkoj ta mbështetni në sa më shumë. Sepse vetëm më shumë me mbështetjen tuaj dhe me mbështetjen e shqiptarëve të zhvilluar në Shqipëri, ne do mundim të zhdukim gjithë kufomat që janë në politikën shqiptare do 34 vjet dhe skeletet e tjera që i kanë zgjedhur për koalicione që kishim harruar dhe i kanë zgjedhur nga vani dhe përpiqet të fusin nëpër lista të mbyllura sikur janë të emëruar. Ndaj doja t'ju ftoja edhe një herë që t'ju flisni përveç se jeni këtu me miq tuaj që s'kan pasur mundësi që të vinë, që janë në rrethina të tjera, në zona të tjera të Londrës, apo i keni në ambjente pune, apo shumë ka që ata që punojnë në gastronomi nuk kanë ardhur do të sot në lokale e restorante dhe të flisni dhe t'i tregoni për këtë visëm dhe për atë që do keni ju mendim dhe përshtypje nga ky takimi sotëm. Shqipëria ka nevojë për juve. Ndaj ju uroj ta gëzoni jo vetëm votën, po edhe votën për numrin 6 për nismën në Shqipëria Bëhet. Doja një mik me atë që cilin janë i vidur që keni ardhur ta dëgjoni më shumë se të gjithë ne, po doja të tregoj një kuriozitet se ne kemi qenë miq, kemi bërë miq këtë rrugtim politik dhe këtë iniciativë që kemi nisur që në ditët e para të saj, se më përpara nuk njiheshim nga afër. Diku kur e kisha parë në televizion mendova dhe pash një protestë në aftarët e Ballshit dhe thash po, ato s'kanë marrë ta naftarët e Ballshit me këmbë në Tiranë se si paguar rrogat. U bëra dhe kurios në atë indiferentizmin tim që s'më bëjë dhe shkumbot se çfarë ndodhi me politikën shqiptare, derisa lindi kjo lëvizja Shqipëria Bëhet. Thash, pas kanë marrë rrogat, pas e shkoj të djalin në një protestë që bënin naftarët e minatorëve e Buqizës. O tash e pas kam gabim, nuk qëm ka naftar nga Ballshi që ka minator nga Buqiza. Pastaj pash një protestë tjetër me fermierën e Divjakës e Delushjes. E thash, pritse e pas kam gabim, po e ngatroja, po është i njëjti person që kam parë më përpara, po që ka fermer nga Divjaka. Pastaj kuptova që ishte zhytës i Saranës, që ishte goma nga deti, dhe u bëra lëmsh, se derisa kuptova që ishte ai që iniciori, që kriti televizje, që u bë iniciatori i votës së diasporës, ai gabim kapa i kujtoi, dhe u thotë
përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë. E para, dua një përgatitim të fuqishme për gjithë ju që jeni sot këtu. E dyta, një përgatitje për shtetin anglez që ka hap dyert dhe ju jetoni me familjen tuaja këtu. Po diskutonim, a duhet të vini në Londër apo jo? Sepse koha tashmë është e ardhur për ne. Diskutimi është në Shqipëri, fushata është aty, debati është i madh, çdo orë ka vlerë. Dhe kur po diskutonim, u thash, do të shkojmë në Londër me patjetër. Dhe erdha në Londër për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse kur ishim në nëntorin e vitit 2023, unë ju thash që do vi sërish këtu, do të më shoh në sy dhe do të them ligji i votës së diasporës do miratohet dhe do të them në sy u miratuar. Vi sot shumë krenar, sepse ne adorëm rrugë më rrugë, shtet për shtet, duke mbledhur 20.000 firma, duke nënshkruar një projekt ligj dhe duke çuar atë në parlament që të mundësohet vota e diasporës dhe ateu tashmë ka një shans për të dalë nga pejmarrja. Shansi është vota e diasporës. Shansi jeni ju. E dyta, tham që ne nuk do kalojmë kurrë me lista të mbyllura. Tham që ne nuk e njohim sistemin e kryetarëve, ku kryetarët jetojnë deputetët, e deputetët nuk kanë më varësi nga qytetarët, por tek kokën nga vullneti i kryetarëve. Luftuan fort, shkruan një projekt ligj, e çuan në parlament, lodhën 20.000 firma, ata e realizuan, e çuan në gjykatë kushtetuese, ata s'u shqetësuan, sepse sistemi është bashkë. Dhe ne prapë rësuan duke i djegur listat e mbyllura dhe gjithë bashkë, me Erdin, me Pano, me Dretarin, me Doktorin, gjithë bashkë jemi në listat e hapura për herë parë në Republikën e Shqipërisë. E dëgjoj kryeministrin e vendit që mundohet të më ridikulizoj mua. Ka nisur një cikël të ca filmave të animuar, ku mua më trajton si një personazh timash për fëmijë, nga ana tjetër ku del për diasporë, flet mos i besoni këta me gjyryma fluturus, studja, jo, kjo me këto histori. Tani, unë i rria, shumë i ri, dhe u futa dhe pa shpak si ka qenë ky kur ishte salë. Çfarë të them shumë ovajës për gjokës. Tani, ky burri që e drejton Shqipërinë me 12 vjetësh, ka një problem të madh me kujtesën. Nuk e di vjen nga mosha, se s'kam asgjë me moshën e tij, se e ka babai moshën e tij, apo bën si kur harron. E marrim në ky që nisën ne të prezantojmë programin, dhe unë personalisht thosha, pika e profesorit program është që do t'i bëjmë shkollat me ushqim në drejt dhe me mësim pas dite dhe fëmijët do të visin në orën 8 dhe do të përfundojnë në orën 5. Dilte ky dhe gjithë patronazhistat e tij dhe thoshin, do të vinë zhvendet. E marrim. Po doli para 2 javësh me tuta dhe ta pika e programit ta shkolla do të nisë në orën 8 dhe do të marrë në orën 5 dhe do ta bëjnë në drejt dhe do të mësojnë në shkollë. Ua, po nuk i gjova asnjë patronazhist të thoshe ku do të vinë drejt. Kopjac. Dola unë thash në emër të ekipit të Lindjes Shqipëria Bëhet që do t'i çojmë pensionet minimale në Shqipëri 200 euro. U turëm patronazhistat dhe thanë ku do t'i kishtet. Pastaj doli dhe ky për t'i përforcuar dhe tha, mos i dëgjoni këta me qindryma fluturus, se këta janë si firma piramidale që i thonë se s'kanë gjë në dorë, se po t'kenë gjë në dorë do t'i thoshin sushi që thonë. E po thash unë, e beson për tërë. 2 javë më parë me tuta, doli të prezantoj programin. Dhe tha, pensioni minimal në Republikën e Shqipërisë nuk do t'jetë më pak se 200 euro. Ua, po që shkjo punë? Kopjac.
2008 ka 12 vjet në pushtet kryeministri, hajde 28 që më shbër ministri për të parë, pa dalim, 10 vjet ka që më kryeministri ai ministrohu. Po puna është që nuk e pranon dot, që nuk ka më ide, nuk e pranon dot, që nuk e udhëhej dot për të histori dhe kopjon në mes të ditës dhe prap nuk bindet që ne jemi më të mirë se. Tani, vim këtu në diaspor, se i ka parë dhe që dalë, dojnë se i intervjuam në të ditë, se e parën që sa bushësh, e parën që në sondazhe shkuan rëtë, dhe filluan dorën dhe këta që kishin 34 vite që nuk i merrin konsiderat shqiptar, tani janë bërë bufator, dashur, sa s'kamon. Tani unë kam një fjalë për ju. Në fakt, diaspora jonë nuk është e ka një nevojë jashtëzakonshme për Shqipërinë në kuptimin ekonomik të saj. Ju e keni realizuar vetëm këtu. Po është e vërtetë, ju keni ardhur me kamiona, keni ardhur me komune, keni ardhur me dokumenta ashtu e kështu, por të vite ju ato të formalizojnë, të bëni njerëz që kanë dokumenta në të vend, të ndërtoni shtëpi, të ndërtoni ekonominë, shkollin, fëmijët. Ju ja dolet të jeni qytetar të Litovës, të nevojnë të jashtëzakonshëm si Anglia. Po çfarë keni nevojë për Shqipërinë? Nevojë nuk e keni thjesht shpirtërore. Ju keni nevojë që për atëun tuaj të qëni fjallën e një, që atëun shmi. Ju keni nevojë që ku kalonin kufi, a i policia që të thotë, mirë se erdhe në atë, mirë se erdhe në shmi. Ju keni nevojë që ku kalonin në rrugë, a i që u shea aty në radar pas asaj temës së sheo, të mos u shosi pak komandi që ku e vinere në 100 pound, po të shosi vaj dhe monga që ka në shpinë e vetë. Ju keni nevojë që për shumën e shpituar, që keni tuar në djerës me para gjabë, të keni ujë të rubinetë, të keni drita dhe lama, të keni lagje dhe pastruar. Ju keni nevojë që për shumën për pushime në Shqipëri dhe të kam një gjë. Ju nuk vini në Shqipëri për përblasë, se vetë Shqipëria ka plazhe. Po ju vini në Shqipëri se doni të jarëgjoni para tuaj në vëndë. Dhe çfarë gjëri? Gjëri dikë që ka zatuar plazhin, që para plazhit ka bërë parkimin e shtetit, dhe ti shumë parkosh makinën dhe a i dera dhe dera thotë, do hash këtu apo dhe i tjeqë. I thua ti po, unë këtu kam qenë po fëmija do dhe e tjetër, e po mere makinën i dhe e tjetër. Tani, këto historia duhet marrë në fund. Duhet marrë fund fakti që ku ti zbret në plazh aty të shazoni, a i dhe thotë, qaj ka të verë si më ty? Ti ti thua shka ushqimin e fëmijës, jo nuk e jo, ti jesh. Tani kjo çështje duhet marrë fund dhe për të kemi një program të qartë. Ta kthejmë Republikën e Shqipërisë një republikë të ligjit, ku asnjë të mos hyrë si gangster, e ku ju kur vini 5, 10, 15 ditë të gjeni aty atërën tuaj dhe një dotë shtëpinë tuaj të merituar. Nuk bëhet, edhe ti kushe thotë më shumë, e thonë këta që pasi nga qënë x vite drejtor të përgjithshëm, apo y vite ministra, nga një cepi një koltuku me qafin e tash nga lekët e korupcionit, e pasi ka blerë një shtëpi për fëmijët në Paris, një vit në Toronto, edhe në një tjetër në Miami, edhe nuk punojnë më asnjë ditë tjetër tyre se kanë paratë shqiptarëve dhe gjakun tuaj, nuk bëhet. Bëhet dhe do ta bëhet. Si mund mos bëhet, ajo cop tok, ajo qik tok i themi në leprit, e cila është sot toka me fushën e dytë aktive më të madhe naftëmarrëse të Europës. Dhe është sot toka me rezervat e naftës më të madhe në Europë, sa i takon sipërfaqes e numrit të kombusticis për banorë në Republikën e Shqipërisë. Si mund mos bëhet një vend që është vendi i dytë në Europë në sasi e ujit dhe që mund të mbahet me ujë të prishëm plot 200 milion banorë. Dhe këta 200 milion banorë jo thjesht shtëpinë e ujit, po ta mbanin qezën e rubinetit hapur 24 orë. Kjo është shtëpia.
Më qeni një vend të dytë në botë, një të dytë në botë, që nuk bën dot 3 kilometra, se ta betur një prua, një lumë, një liqen, apo një vetë. Më qeni një vend të dytë në botë, që të shto fshati Republikës ka të pak të 2 bujnori. Është Shqipëria e unike që e ka lënë të mirë dhe të mjedur, dhe ne duhet të ndryshojmë, dhe së bashku të ndryshojmë. Tani, ju i dëgjuat djemë vajza që jetojnë në sysh, unë rëpova e të një të tyre. 2 prej tyre vajza ishin të lindu e jashtë Shqipëris. Dhe besoj dhe ju e tani të një mendim që kishin një emocion, një empati, një dashuri për atë temë, dhe mënyra si shpesh në dush me frymë. Dhe ndarë kam bindje të diaspora, dhe ndarë me kanë të gjithë pasin tonë politik të ju, sepse unë e besoj fort që ju nuk e shqistë. Unë e besoj fort që ju në darë ku flini, ëndra të shqipë në shqipë, dhe ndërroni një ditë të vendos një kokës së ishë në atë tuaj. I dëgjuar në nga këta të thoshe, në votovi nesë, jemi më mirë se ata, jemi më gjatë se ata, jemi më puku se ata ku votuan jemi të ndërshë bjonë, ne thanësi, sepse nuk është filosofia jo. Ne nuk e kjarë të për të thënë që brejnë e në shabani njësë shtërësia, apo arsimi se të tjeve të përshirë. S'kemi janë për të. Ne nuk e kjarë të që doktor Vanë nga një nga doktor nuk një që kemi u të marrë edhe atë njësë shtërësia të se do bëjmë të kujra. Jo, ne kemi janë këtu për të qasë sistemin në cilë e ka marrë bërë në Shqipëri. Shto me thënë? Ka blokuar garën, ka blokuar meritokracinë dhe ka bërë që njerëzit jo të duhur të shkojnë në majë. E nëse njerëzit jo të duhur shkojnë në majë, shtoj që shkojnë për dreq. Dhe ne e tuma, pavon seksim, të reformimi total në sistemit tonë, juridik. E nëse do të qeverisja e rëndit varë të ne nuk do të vënkur kusht 20% të administratës, 30% të administratës, 4 ministri ku 5 atje këta parlament ka apo të kanë kërë ministri. Jo, ne do të vëmë gjithmonë kusht për të shuar Shqipëri për para reformën tonë me 4 pika, në cilën votën e diasporës e realizuar. E dyta, hapja e sistemit zgjedhor që të hapet gata. E treta, hiqi për referendum, e katërta depolitizimi i administratës zgjedhore. Pse janë të rëndësishme? Janë të rëndësishme se kisha disa banon me lojës do të kurë. Kisha dhe nga të gjasin lojës. Janë shumë të rëndësishme, sepse në sistemi tonë juridik që kemi në sot, populli nuk ka asnjë gjë. Ka në dorë qesat e kashkës. Sepse sistemi ishtë i mbyllur, sistemi ishtë i atiu që kryetarët vendosin kush do shkojnë në parlament. Kryetarët. Do kryetari, në dorën deputetit. So kryetari, në dorën deputetit. Keni parë të venoj deputet pasi zgjidhet deputet në parlament, të shkojnë të kryetarët apo vinë për diasporë të pjesë, na minatoj të apo të liqë. Në kur, pse? Se nuk i bërë ju deputet. Ju jeni thjesht pasade. I bën kryetarë. Dhe për ta arsye ne duam ta depolitizojmë administratën zgjedhore, duam ta hapim sistemin dhe duam të miratojmë ligjin për referendumet, sepse ligji për referendumet do të krijojë ju mundësinë që të keni fjalën e fundit kur bëhet fjalë për të diskutuar për ligje që funksionojnë ju. Do qeveria do të një central mes tokës busore në mëseqe? Po. Mblidhet populli me referendum thotë mund të dash. Do parlamenti miratoj një ligj të sjellë vlerat të Shqipërisë, i patriota kukullët që të gjithë kritëdorën të një mërë. Po, populli nuk do, duhet të kishë referendumet që të dalë dhe të do. Ndaj të kajde, populli nuk do të era të do të. Dhe kjo është qasë që në kemi. Dhe kjo është ndryshimi i madh. Nuk mundemi pa tjetër, pse mundemi? Po ne nuk u dorëzuam, edhe nuk u dëshpëruam ditët kryeministët të vetëm. Jo në sot që në shtoj qytet të botës që shkojmë në 500 shqiptarë si një sot në Londë. Faleminderit nga zëma për mështetin. Bashkë nga tërë. Prajo. Porta. Nga tërë. Shqipëria!
cilat janë shumë domethënëse për ndërtuar ato një republik model. Ëndra ime, ëndra e prezidentim, ëndra e Endrit, ëndra e ekipit është që në Ballkan të ndërtojmë Singaporin e Ballkanit, Shqipërinë moderne në 15-20 vite. Si do ta bëjmë? Do ta bëjmë Endrin që do ta çojë buxhetin Brazili 7%. 7% prodhimi kombëtar. Dini sa kemi sot? Sot e kemi 2.39%. Shumë e thënë. Në çdo 100 euro që prodhon ekonomia, vetëm 2.39 euro shkojnë në arsim. E dini sa ka sot? 4.6%. Aftësisht dy herë thënë. Dhe dini sa ka në DDB-s mesatar? 5%. Çfarë duam ne të bëjmë? Ne duam që 24 muaj ta çojmë në 5% dhe në 48 muaj ta çojmë në 7% për të kapur nivelin Suedis, Izrael, Singapur, Kosta e Koreas së Jugut, sepse ne duam të mbushim mangësitë që këta na kanë lënë për 34 vite. Për shkon e thënë se janë shumë para shkaktë, shkon e thënë këto ka shumë para, të qënë nësi. Do të thotë, si që përja i kopja si për nejset, që mësimi nisë në orën 8, shko fëmija dhe në orën 1 shumë të tyri. Barë në orën 1, ka familje që kanë mundësi të qojnë të kurse, të bajnë shpia, të bajnë mësusi të shpia. Këta, vedimi të shpia. Ato familje që gjyshin i të rinë sot e vera, të pritu fëmijën se s'kam, ta qojnë. Apo ku njëri prindi, ripa punë, se duhet të marë fëmijën, edhe ta qojnë të shpia, ne do të ashtojnë pse, nga lajnë dhe në orën 2, fëmijët do të hanë shumë shko, ne nga ora 2 dhe në orën 5, do të bëjë dhe që njëzë after school, dhe fëmijët do të brejtë e tyrat, në orën 5, pasi ka mbaruar prindrit të punë, do shkojnë të marrin fëmijët dhe familja do të ndërtohet e lumtur, e qetë dhe në paqe. Gjithë ata që thonë se nuk ka lek për të punë u thënë, do heqim avionin personal të qeverisë, që qeveria me e vartë në Europës mban Boeing, si pak vëndet të tjera pa e pasur e di çfarë është. Për gjithë ata që nuk besojnë ka para, do të shkurtojnë tunelet që shkojnë te vilat e tyre dhe do të heqin kopshet personale që ndërtojnë pas kryeministrisë për të shënuar një njeri apo shokët e tij. Ka para, por ato para shumë të pati. E dyta, ne angazhojmë që rrogat e mësuesve në 4 vite që vijnë, nëse ne do ta drejtojmë Shqipërinë, nga vita që drejtojmë, do të rritet me 25% rrogë bazë çdo vit, duke u dyfishuar në fund 4 vite. Kjo është masë politik në Singapuri, ku lind Kuan Yew, në 1959 në erdhi në pushtet dhe mori Singapurin vendin e tretë më të bardhë të botës, ju drejtua kombit me etapë. Kujdesi i qeverisë tonë dhe kombit tonë do të jetë për mësuesët. Ne do të kujdesim të përgatojmë jetën e mësuesve të Singapurit, ata do të kujdesin për të ndërtuar Singapurin në semestrin. Ajo ndodhi. Dhe këto do të bëjmë. Pika e dytë lidhet me ekonominë. Unë jam i bindur që ne po arritëm ta çojmë sistemin bashkë, shumicën e ajo do t'i kthejmë ata. Jam i bindur. Pse jam i bindur? Sepse kemi një ide shumë të qartë si do ta zhvillojmë ekonominë shqiptare. Një, në Republikën e Shqipërisë, për bizneset e vogla, ku familjet vetë punsojnë me xhiro deri në 200.000 euro në vit, ne do ta bëjmë platimin mbi fitimin 0. Sepse duhet që ata që dojnë aty po dhe ju të ktheheni dhe të hapi një restorant, të hapi një punishme, të hapi një kompani të vogël restaurime, shëndërtimi të vogël ande e këtej. Dhe me një qiro dhe në 200 milionë në vit, ju të fitoni 65 dhe në 75 milionë në vit, që i vjetë të 18.000-19.000 pound. Dhe me këtë fitim, ju të veni shënime të mirë, të veni një siguracionin më njëtë më të mirë, një siguracion shëndeti më të mirë, hani më mirë, një makinë më mirë, shkojnë fëmijët më mirë, të lisheni më mirë, të jetoni më mirë në tokën e parëve tuaj. Këto do ta bëjmë në 4 vjet të punë. Kush do të thotë, do të vinë lekët për të bërë shkolla hospitale, shumë e thjeshtë. Sot në Shqipëri paguajnë ca për gjithë. Ne do ta bëjmë që do të paguajmë të gjithë edhe nga pak. Dhe shteti do të marrë më shumë. Sepse nëse ju fitoni dhe e krijoni jetën në atë vend atje, dhe ktheheni aty, dhe konsumoni më shumë, ai biznesi i madh që shet makinat,
gjipat, nga 200 litë do shet 500, nga 500 do shet 100.000. Aty do të marrë të shtet. Aty ku ka janë të marrë e jo dhe biznes i vogël që do të bëjë familje ku edhe të risë qenë. Për të garantuar këtë, me ligj ne do t'i heqim tatimorët nga Republika e Shqipërisë për të shkuar te biznesi i vogël. Për bizneset me qiro deri në 200.000 euro në vit, tatimorët, pra punojësit e tatimin, do t'a kenë të ndaluar të shkojnë te këto biznese. Sepse shkojnë sot dhe mundësim jetën, marrë rështet, bëjnë korupcion, i dhunojnë psikologjikisht. Kjo do të marrë punë dhe pikë. Dikush këtu do thotë, por e possibël t'i kontrolloni faturat. Se do presin faturat, ne do të vendosim tatimin në fitimin mbi 200 milionë të shesh 10%. Që do thotë, a ke për 300 euro, a ke për 3 milionë euro, a ke për 30 milionë euro, a bën një punë, a bën 2 punë, a bën 10 punë, për ne ka pak në si këto do të mlidhen në një trast, dhe ato do të tatojnë vetëm me 10%. Unike e thjesht si do vetë Zoti. Dhe për ta përmbyllur pjesën e sistemit tonë fiskal, ne do të vendosim një sistem të merrjes fakturës vjetore. Që do të thotë, për shok deri që do të bënin, dhe qytetarët që do të bënin, do të marrin faturë. Në fund të vitit, nga data 1 dhe 25 dhjetor, fatura do të dorëzohen pranë drejtorive rajonale tatimore, fizikisht ose online, dhe qytetarët do të marrin pas deri në 10% faturës. Kështu që asnjë nuk ka interes të lënë faturat pa i tërhequr. Të ndryshe, shkove të supermarket, deve 100 euro ushqime, po, aty fatura do thotë, me 100 euro 20% të përshë, pra 20 euro janë të tim shërë. Nga këto, 10 euro janë të tryshë në fund vitit. Dhe këtë do të bëjmë për të gjitha kategorit e mamave që bëjmë pjesë në jetën e përditshme të qytetarëve, duke u kthyer pas 10% të vlerës, dhe kjo do të bëjë që gjithë qytetarët marrin faturat dhe sistemi jonë fiskal të futet pushime. Në lidhje me pensionet, ka një pjesë këtu që po vjen vjeshtra e jetës, duhet të kthehen atë të vjeshtojnë. Pensioni në Sallar Fshat është 111 euro sot, ndërkohë në qytet diçka më larg. Ne, nëse vim pushes, me një pensioni minimal në Republikën e Shqipërisë do ta çojmë 200 euro si pension dysheme, dhe pensionet që janë mbi 200 euro do të rrisin çdo vit për 4 vitet e para me 25 euro duke i çuar në 4 vite. Nga 200 euro në 300 euro, nga 250 euro në 350 euro, nga 300 euro në 400 euro. E di që meritojnë shumë kritit e këtë shqiptar, por ky është një fillim i mirë. Familja, shoqërinë, fatmirësisht, nëse vinë në pushtet, do krijohen kushte që të kthehen nga atë. Pse? Për çiftet e reja kemi 3 paketa të rëndësishme. 1. Shtëpia ime Albeulin, që do të thotë çdo çift i ri që do të blejë një apartament, do të ketë mundësi të marrë kredi në bankë pa pas detyrim për vendosje garancisë të garantë do ta shetin, vlera për të bërë apartament me sipërfaqe deri në 80 metrë katror, me interes fiks 1% simbolik. Që do të thotë, nëse do marrësh në bankë 100.000 euro kredi, interesi i bankës do të jetë 1%, diferencën do ta paguajë shteti shqiptar. 2. Për çdo fëmijë në Republikën e Shqipërisë, nga dita që vit, edhe derisa për 18 vjeç, si fillin ne do t'i japim një pagesë mujore prej 30 euro në muaj, me angazhimin që këtë pagesë në fund 4 viteve do ta bëjmë 50 euro në muaj. Për të gjithë ata që thonë ku do t'i qenë legët, u them 50 milionën se do vinë në rajon, si shka për pensionet, si shka për arsimin, legët janë aty, po shkojnë për merket Tiranës. Për gjithë shka tjetër që ju doni të gjoni nga programi, do më pjesë të gjatë bashkë unë dua të kërkoj me forës, dua të lutem me forës, ju lutem, mos në alini vetëm, ju lutem, qoni, shkoni në familje tuaj, në natë tuaj, në dushim tuaj, në lodë në biznes tuaj, bitini që
bashkuar Kombëtar të Eksportës, presi biletat me avion, me makina, me tragete prej Ardeo, familjarisht për të votuar, të shkoa për ndryshim. Nëse ata nuk shajnë sa herë, Shqipëria vjen një mënyrë që nuk themë pas. Pyetje. Përshëndetje, unë jam Elson Sotani, kam 25 vjetë që punoj në shpëri e djerës, po përveç zemërat për atë Shqipëri. Atëherë pyetja është shumë e thjeshtë, e kam shumë një. Që ka dhe që të Jo, ideja është pyetje në vlonë, jo që shkruar. Atëherë, pyetja është shumë e thjeshtë. Çfarë ka programuar për shumë nga vajza djem që janë si puna ime në diasporë? Çfarë program të mund për ne? Mirë për Shqipërinë, po për ne. Pra, në zhoni nga ekonominë e Shqipërisë, në administratën e Shqipërisë, në heqën e Shqipërisë, të është gjithë tema. Ajo që ju keni nevojë është një Shqipëri që jep mundësi që ju të konkurroni vendëshme. Sepse problemi është një nga gjërat që vuan Shqipëria sot, nuk është në fakti që njerëzit ikën. Është fakti që nuk kthehen në përbrash. 8% atyre që kthehen në Shqipëri për në 2 vite me emigrën. Pse emigrën? Sepse duke shku jashtë, kthehesh në Shqipëri. Nuk e lidhje politike dhe nuk e mësuar një të marrë të punë me lekë. Dhe duke krijuar shanse për abarta në Shqipëri, padyshim që kjo është ndihma më e madhe që do të çdo shqiptar që ka shkuar jashtë për të marrë një shkollë, për të kryer një kapital, për të mësuar disa gjëra që do të sikun të Jeshe, shko, pse ka ardhur në gjithë? Dhe dha gjam një që një për të fanale që të shumë. Jo pse erdhe, edhe se kë ka në regullë, të në regullë. Këtë do bëjmë në dhe, do vendosim në regullë, ka s'ka nevojë që të shkënë. Pile shkëtonik, varë të dhe me turket se kishtë barazi, meritokrasi, garë, me zërbatë. Ne kemi një paketë të potë që stimulonë si shtatë qytetë e reja, ekonomia, bisekrasë, i zërbatë. Vetëm rregulli dhe ligji, duke vendosur ty në konkurencë me gjithë të tjerë, do të bëjë të fishë në atë nëse do të isha. Dhe zona, ka zona në pjesë, është zona në këmi kujon nga një shakes, bajnë në tonë, Kyra dhe herën e parë, zonjën e ka shqiptare, ka shambes për 3 orë që vjetë në makinë, ky shqiptare mirë. Jemi praga. Jemi tani në një moment shumë shqirë. Që ke për shumë për të të sëmë? Kemi në meritën një president që Evropa, senator dhe të gjithë ekonomi. Në që përkatu në tonë se mos në hapë dhe Amerikë dhe Evropë, s'na bajë bëjë dhe rëtë. Në gjithë ekonomi të botë, ka probleme, është vështirë për ekonomi bërajës, mirë, për të mirë, edhe më vështirë për shtetë të veçë. Si bëhet Shqipëria një shtet i pasur, ndojë i qarë, në vendimin. Falenderoj shumë, pyetja që mirë. Jam një ka haruar një, Kris, falenderoj shumë që ardhur në pozitë marrë të bashkë në zonën tonë. Edhe zonë në zonë në bashkë. Shiko,
po t'jap ca statistika krizë për kuptuar se si është kaq e pamundur që është ne vështirë mos e bësh sa të. Për shembull, ne kemi disa herë, ne kemi krom, ne kemi sasinë të mazërsia dhe mazërsia për së ka që e përmërganosh në botë. Ju të në arëmi nuk kemi të fane nga përmërganosh. Sasia naftës përdojnë është e frikshme nga përmërganosh si të marrë të kemi shumë. Ne kemi kriterit jasë në poshën nga të cilët njëmi ishtë lërtremë për kujtë në botë, është dhe jonë. Nuk sa shumë kreativu si shkameni, jonë. Ne jemi produs madh i ekonomikës, produs madh i bakës dhe produs madh shumë i naftës. Të gjitha këto pasuri po ta administrosh, do të veni për të marrë një kohë në degatit plot për 20 kilo banor, shumë ma e sa kemi mirë një aty. Unë jam dakord me ty që kam shqesi ekonomike për më dhe mba, po Kris është një kohani me drejtu automjetët vogla se sa autobusit, dhe sa mua. Banka Botërore ka bërë një vlerësim të pasurisë natyrore për frymë. Shqiptarët kanë më shumë pasuri natyrore për frymë se sa Gjermanët. Pra, një bide Lorede është $70 për person. Tani pyetja që do të bëni ju është ku janë $70 tuaj. Me shumë mundësi janë nga ato rezortet me që rrethuar mure për të mbrojtur nga ata janë një për të dhënë. Prandaj është shumë e rëndësishme që në 11 maj votojnë padyshim për të marrë hap, por edhe për të marrë mbrapsht pasurinë që na kanë dhënë. Se është shumë e rëndësishme ka ardhur kohë për ta marrë mbrapsht pasurinë që na kanë dhënë. Shqipëria ka mjaftë. Në kohë duaj që avash në bashkët e ekipi Londës Princeton edhe i Anglisë, më bashkojnë me pyetje, se do e bëjmë avash me bërinë e pyetjeve dhe me pita dhe tek. Shqipësia dhe i këndruni, deshta me pyet ma të për folë për visës ngaja dhe dhograt, nuk e dhe për kujdat, për që nuk është okej, po për pjesën e poshtë që pjesa më hudë e shtetit shqiptar që në pjesë dope që në sfarës në Fransat, ose edhe si më thonë ty, dhe për prëve që të njojnë e da në ndrojë, për këj ka legë, që të të mund për të armin tonë. Në lidhje me pjesën e ndimës ekonomike për ata që janë nevojë, ne parashikojmë që të vendosim si dy sheme donatjoshki, ne vendosim të miratojmë si dy sheme pagesën për 200 euro në muaj, sepse si pas raporteve të avokatit popullit për të mbajtur frymën gjallë në politinë e Shqipërisë të duhet minimalisht 200 euro në muaj. Kështu që kempe, pra pagesa invaliditeti, pagesa kujdestarie, pagesa pensioni, pagesa ndihme ekonomike nën 200 euro në muaj në politikën e Shqipërisë nuk do të ketë më, sepse nuk të lejon logjika normale e politonëve i lësh popullit tënd që jetojnë më pak sa i duhet për të gjallë. Në lidhje me jo, ajo do jetë për personin që është asit fizuar, do jetë për person. Për familje do jetë për familje. Dhe familja do jetë detyruar për historia dhe zyra e punës, dhe shteti do t'i ofrojë punë si nuk e kompani ndërtimë. Për para se të është numëris nga Bangladesh, për para se të është, do të shkosh e zyra e punës, do t'i është këtë e kohë, do t'i shkosh në të rekrutor. Do t'i dhe unë si shtetë e këtë që është në ekonomie në këmime të tuar, dhe do t'i dhe hajtë të këtë gjithë punë. Ani ky, puna me marrë 500 euro, ose në fritor për në ekonomike të parasitoj. Pra, do marrë ata që shteti nuk ofron një alternativë, ata që janë me këmë me dorë, edhe nuk dalë punojnë pasaj, këmë shhalëma pasaj, nuk ka një në ekonomike. E lidhje me pronën, përfundimi i procesit legalizimit do të bëjnë për 6 muaj. Pas 6 muaj që pas atë majs tjetër që ka pronësia do të shfrytëzohet bimë për legalizimit dhe nuk do të ketë në legalizimit në Shqipëri. 2. Ata që janë to kujdesor në shtatin presidentit, do të përfundohet procesi i pajisjes me certifikat pronësie për 16 muaj. Ata që janë ish pronat dhe tokat e dyshura apo banorë nuk janë kthyer ende, ne do të shfrytëzojmë ligjin për investime strategjike
Dhe ata që sot i marrin ato toka të prioritet me €1 nuk do t'i marrin më. Dhe të gjithë fondin e tokave prioritetare që është ende shet dhe që mund të jetë me përparësi shërbim turizmi, do të bëjnë studimet dhe do të jepen me konvertim për ishkonar, që do të thotë se ke rrugës dhe ke pas 100 hektarë rrugës, ata do të bëjnë me konvertim, 100 hektarë rrugës dhe 5 hektarë në anëvetin të Vlorë. Do të thuhet të marrësh 5 hektarë në anëvetin të Vlorë, apo do marrësh në anëvetin para apo veti. Dhe kjo do ta bëjë njëherë një problem me punës në Shqipëri përfundimisht. Mos u ndikoni nga balta se ata akoma nuk kanë nisur. Se u rrezikojnë 8 miliardë euro buxhet sepse e kanë biznes. Të dalësh kundër ligjit për investime strategjike, siç ne po bëjmë. Të dalësh kundër kompanive që importojnë energji duke thënë që do ta shpojmë duke stimuluar prodhimin e energjisë në vend për ta kërkuar shpik fuqi. Europianët të prodhimit të energjisë, sepse janë 600 milionë euro që jepin brokerëve. Të dalësh të thuash do të luftojmë kontrabandën e naftës që bëhen 500.000 tonë kontrabandë. Të gjithë ato sektorë nuk e kanë fare të vështirë të sponsorizojnë hedhjen e balës së fundit nga Jedri, nga Enegi, nga gjithë ekipet. Faleminderit. Ju përshëndes gjithë, njësë jam të ndonë, ju përshëndes gjithë shqiptarë. Nga qenë susën Kukës, susën Tiranë, dhe jam viktime e Salgrishës. Ju përshëndes dhe ju them që unë shpeshoj në Shqipëri dhe shoh një merë social për njerëzit të disability, për njerëzit e tjerë dhe të gjithë emigrantë këtu në Shqipëri arzohen shuar paralisë, shumë shqiptarë dhe sa ju keni një program që të ndihmoni shqiptarë paralisë të shumë që janë paletra dhe kam shumë accidente të tërë në ndryshë paguën nga Shqipëri për trasferimin e tyre në familjet e tyre, sepse vjen shumë të shkaktuar nga psikologike tu në Shqipëri dhe nuk ka jetë. Zënëri, falenderoj pafund për këtë që the, ekipi që kam bashkë. Më beso se dua të tregojmë sinqert në patë. Sa do të them për këtë të tyre dhe Do të tregojmë sinqert. As na të shkuar në një fare. Dhe kjo është e prapa që pasi njërën dhe shkojmë në projekte sociale që vine në lekë për një këmë atë, e vitin pikë që ne do të apresojmë në programi për sëritar, të jemi si qërë të nga shkuar në një fare, do të apresojmë për qëtë. Dhe shumë të të Kypjeve dhe fundit se këta nga Sava në fond, doa fond, në aroj Sava, edhe... Po, atere, përbujësim, lektorin, peshkim, detarin në katë sektor, ne në program kemi një gjithë spektakulare në lidhje me që kam pasur e Shqipëri të nësot. Do të fusim ringusim për kilogram prodhimi për ujësim, lektorin, detarin dhe peshkim. Prodhove 100 kg aderina, do të marrë subvencionim për 100 kg. Prodhove 1 kg për 1 kg. Prodhove 100 kg për 100 kg. Haka të i zoti, pa e të kash. E dyta, do të hapim fondin kombëtar agrar, që njerëzit të shkojnë dhe të marrin kredi për këto sektor me vlera deri në 100.000 euro kreditim, me interesa të ulta 3.5-4% pa ndryshueshme, dhe shteti do ta garantojë, që njerëzit të marrin kreditim për të investuar në peshkim, në detari, në pesi, në doktorinë e radhë. E fundit se nga përta Sava në dhe... Para sa të shpilje, kemi parasysh që ndërkohë që pranon Sava, ne mund të flasim prapë me një ide për gjithë të tjerë që nuk kanë mundur të bëjnë. Dhe dy gjëra shumë shpejt. E para, për pronë, një nga 6 reforma që duan të bëjnë para, ka bëjmë me tribunalin e pronës, pasi që është një gratë e posaçme për korupcionin, kemi mundësinë për marrë modelin e tribunalit në Britani, që të krijojmë një gjykatë të posaçme për pronë. Sepse u shpërndan pronë e shqiptarëve për 6 muaj dhe ka 34 vjetë nuk me fësur të shqipë. Me një gjyqë sepse probleme përshkoj që kanë pronë sot është zvarritja e procesit legislativ. E lidhje me ato që tha, për shqiptarët që janë këtu me problem me dokumentacion, një qeveri e përgjeshme të duhet ndërtojë një partneritet me shtetin britanik që ku mbarojnë ato lendra që kemi aktualisht, të rinjohojnë gradualisht me porturitet mosën sepse shumë nga ata që kanë ardhur registruar në forma ndryshme si kosovare e tjerë,
kam problemet për integruar në sistem. I janë zhvlerësuar diplomat, i janë zhvlerësuar disa katedra që kanë pasur këtu. Një qeveri e përgjithshme nuk ka bëjë këtë komitimin që do ta bëjë këtë komitimin. Po zotëriale, po Nino, po. Këtu kam zona ekipi që tashini që në Londër dhe në Angli jemi një ekip që punon me shumë rigorozite. Dhe i falenderoj të gjithë për punën që ka bërë, Legranin të gjithë sësuat të diferencoj, agronomin të zakonshme, dhe agronin të gjithë tocin, të gjithë fakë janë shqipëlemi me radhë mos të ndalë, janë njësit që kanë garantuar edhe këta aktivitet kuegja të thalë. Gjithë bashkë, se të pysim kërëmër e lekë, këto e kam bërë, gjithë bashkë. Dhe një tjetër që së shqipit nga pozitiv të skajde, dhe të shnesë. Po në pyjtë e shpejt, jam nga grupoja tjetër, se të nga një e këmërë, për një, nga Firon, atë e grupoja ka le 4 dogona. Kosovë, Shqipëri, Shqipëri, Kosovë, Kosovë, Shqipëri. Asë një parti nuk ka kanë asë një ideja se si do të Zjedja është rruga e Trimit. Inshallah. Ti e di që dikush tjetër duhet ta kishte bërë. Rruga e Drimit duhet të bëhet. E kishte thyrën dhe ju. Rruga e Drimit është si. Po, është ai zotëria me të verë aty se më ka në libronin dhe më ka bërë shqiptës. Edhe pasaj dhe i zonë. Po zotëria. Faleminderit, jam nga Verona. Nisër të lovë. Duhet të... Po. Duhet përshëndes Emri. Veçanërisht Emri, se më duke se kur përfaqëson më në çdo debat televiziv. Kisha një sugjerim. Ata na bështilin. Po, po. Tani, Sugjerim ma bërë një se pyete. jam shumë dakord me se mi bërë për programet tuaja, po tani që masën e lofën time, duhet të më gjosh. Duhet të gjosh e këtë mikun tim këtu, që e një të sot. A i do ujë atje poshtë, kupton? Ta garantosh atë që do t'ja përshoj kur ta marrësh pushtetin. Do e fushat për ujë s'bëj do të një se përse turbin. Tani, në lidhje me çmimet që kryeministri mburet poshtë për tjetë, që janë 3 fishore për të fishuar që janë prioritet. Arsye, ka që gjithë shqiptarët e punë, që çmimet ka majtë 5 fishe të shpishit, është sepse ndërtuesit janë me kishat e dorës. Po ka hequr të drejtën të gjithë shqiptarëve përveç disa. Kjo është arsyeja pse çmimet ka marrë stratosferë, dhe këtu të punosh edhe 30 vjet puna e mirë, nuk e blen dot u vlorë një apartament 500.000 euro. I kjo është një shkonduri që të jashtë kontrollit. Edhe duhem çfarë keni ju në programin tuaj për prona, për cilën E thashë. po. Tani është shumë e thjeshtë në Shqipëri. Nëse lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe kthimi kompensimit i pronave, nëse ju bëni këto dyja, çdo gjë që zgjidhet në Shqipëri. Faleminderit. Në lidhje me çlimin e apartamenteve dhe të pronave, në lidhje me atë, të lutem tani një sekondë. Në lidhje me atë, problemi është centralizimi. Ju e thot vetëm në pyetje dhe përgjigje. Domethënë, blokimi në pak njerëz si lejve të mëdha bën që ata të kenë monopolin e ndërtimit dhe të çmimit në treg. Kështu që liberalizimi është cilja, hapja e tregut të shtëpisë. Siç e bëjnë këta në Angli, kush më thanë mua sot në drek, unë aplikoj tha nëse për 6 vjet apo për 80 ditë nuk më vjen përgjigja nga ana e shefit, vazhdoj dhe leje të eliminatuar dhe ecë përpara. Liberalizimi është cilja. Po. Unë jam Valdmiri nga Kosova. Unë e dua referendumin për bashkimin me Shqipërinë. E mbaruam.
Të zotëria, të tyre të zotëria. Përshëndetje. E të pyetjen se jemi keq me kohën me Savo me këta, e ti sa nas jemi faktor këta, s'ka dialog. Në lidhje me politikën, do të gjithë kombëtare. Ju mbështesim shumë, nga natyra jena optimista, sepse njerë këzi tani 7 herë në Kongresë, Pyetjen. në lidhje me shqiptarisë, bashkëpunim me gjithë shqiptarët, gjithë krejorët. Pyetjen. A jeni nxjerrje me bo ma shumë marrëveshje me zoti Albin Kurti? Përgjigja është kjo, faleminderit. Përgjigja është kjo, nëse një ditë ne do ta drejtojmë, ma gjoni se është rëndësishme. Nëse një ditë ne do ta drejtojmë shqiptarin, programin tonë për me ke lexuar, të ftoj ta lexosh www.shqipria.al. Ne kemi një kapitull që bën fjalë për këtë pikë, në të cilën asnjë marrëveshje në Ballkan, pushteti shqiptar është shpalur, që zënon Republikën e Kosovës nuk do të miratohet në Tiranën zyrtare nëse nuk merr miratimin e Prishtinës zyrtare. Pa. Dyta, ne do të ndajmë një fond vjetor për 100 milionë euro, që është shumë i madh, për trevat, për ndërtimin e qeve, kopshtet, shkollave, qendrave shëndetësore dhe kursave për studentët se duan të vitin atë. Ju falenderoj shumë, respekte